Erdha këtu me mesazh të fuqishëm nga liderët dhe institucionet e Bashkimit Evropian. Angazhimi i Bashkimit Evropian lidhur me perspektivën tuaj evropiane është e sinqert. Avancimi drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe NATO u tregua si faktor i unitetit. Unitet i cili është aq shumë i nevojshëm sot në vendin tuaj. Për këtë arsye shpresoj se do të vazhdoni ta ndiqni këtë udhëzim të brendshëm dhe do ta evitoni gjithë atë që mund të shkaktojë tensione plotësuese, duke përfshirë edhe sipas linjave etnike, porositi kryetari i Këshillit të Evropës Donald Tusk në konferencën e sotme të përbashkët për shtyp me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Lidhur me krizën politike në vend, Tusk porositi se vendimi për këtë është i Maqedonisë dhe kërkoi zgjidhje të bazuar në parimet demokratike, dinjitoze dhe mendjes së mençur. Presidenti Ivanov ju përgjigj letrës nga fillimi i marsit për gjetje të zgjidhjes nga kriza aktuale politike. Kjo krizë afatgjate ngadalson shtetin tuaj në rrugën euroatlantike. Tek ju mbetet të gjeni zgjidhje të bazuar në parimet demokratike, dinjitoze dhe mendje së mençur. Vetëm zgjidhja e këtillë mund të jetë e përhershme. Kur do të gjeni zgjidhje të tillë, mund të llogarisni në mbështetjen tonë, theksoi Tusk. Presidenti Ivanov madje tha se ose ka njoftuar Tuskun me autorizimet e tij kushtetuese si president i Republikës së Maqedonisë, si dhe me praktikën e vendosur nga viti 1992 për përcaktim të mandatarit për formim të qeverisë së re. Prej këtu imperativ për liderët partijak duhet të jetë zbatimi i prioriteteve reformuese urgjente. Pikë e parë në renditet të partive dhe deputetëve duhet të jenë në reformat evropiane, e jo zbatimi i platformës pasgjedhore e krijuar në shtetet e huaja. Vlerësoj se me platformën rrezikohet pavarësia e shtetit, kushtozohet arritja e shumicës parlamentare, shantazhohet përbërja e qeverisë së re dhe siç tha, prishen marrëdhëniet e mira fqinjësore me përzierje të drejtë për drejtë në punët e brendshme në Maqedoni. Nxiten tensione në marrëdhëniet ndëretnike, manipulohen qytetarët me çështje të cilat janë jashtë marrëveshjes së orit, kërkohet ndryshimi i kushtetutës, tha presidenti Ivanov. Ai përkujtoi edhe se Bashkimi Evropian është garantuesi vetëm dy marrëveshjeve, marrëveshjes së orit dhe marrëveshjes nga viti 2015.